për çdo opozitar në historinë e kombit nuk ka patur pas Enver Hoxhës një armik të dytë të shqiptarëve si Edi Rama. Opozitar të vërtet. Nuk ka patur kur një regjim plaçkic si ky. Nuk ka patur kur një armik të votës lirë si që është ky. Nuk ka patur kur një qeveri të lidhur kokë e këmbë me krimin drogën. Dhe në këtë kuadër të krahasosh të pakrahasueshmet, të krahasosh qeverinë apo liderin apo kryeministrin me opozitën dhe liderin e saj, më spaku je një viktime mirë e propagandës, por ndryshe je një shërbëtor i pashpresë i qeverisë. Mafja më e rrezikshme e Shqipërisë është mafja e fjalës lirë, e trillimit dhe manipulimit. Qëllimi ynë më i parë dhe më kryesor si opozitë duhet jetë të garantojmë shqiptarëve zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe me Edi Ramën, vetëm puthadorët e Edi Ramës mund të imagjinojnë një gjë të tillë. Sepse ky bashkim duhet jetë mbi bazën e kontributeve reale të secilës parti. Dhe kjo shumë shpejt do konkretizohet. Ky propozim i tyre është shqyrtuar nga koalicioni ynë dhe është pranuar nga koalicioni ynë. Urojmë që çdo forcë politike opozitare e cila gjen aty absolutisht të ndershme dhe të drejtën bashkimin mbi bazën e kontributit real. Të bashkohemi, të krijojmë një front të gjerë të përbashkët kundër kësaj qeverie për të kthyer votën e lirë dhe për të larguar nga pushteti Edi Ramën.